Shi bie në gjithë botën, s'bie vetëm Shqipëri. Shqisisht. Mbi 10 milion lekë. Mbi 10 milion lekë, ha? Ajo uji i kanalit këtu, kanalet kanë qenë pa pastruara, ja ku janë gjitha të ngodhura. Kanë pasur 700 lekë. Ja ku janë. Shiko. Një sekundë, Rëzato. Ku do të bëjmë intervistën? Gjysmë metër. Ishte i botë. Ja, gjithë këtë dëm. Se nuk mund të klasifikohet fatkeqësi natyrore. Filmoj edhe ato kanalet e po pastruara jashtë. Po, do mi tregosh. Ja, gjithë zogjtë e ngrohtë. Ja, këtë i bumbi. Po, po. Si shko? Më thoni pak çfarë ka ndodhur në fermën tuaj? Në fermën tonë dje nga ka ndodhur një përmbytje nga bllokimi i kanalit aty sipër fermës sonë, sipër stallës. Ka shpërthyer gjithë uji dhe është përmbytur stalla dhe ka ngordhur të gjithë, pothuajse të gjithë zogjt, mbi 700 krerë. Kanë qenë pula dhe këndeza të rritur. Na është bërë një dëm shumë i madh, mbi 10 milion lekë të vjetra. Plus tagjia është lagur e gjitha, ka dalë jashtë përdorimit. E gjitha kjo ka ardhur nga bllokimi i kanalit, vetëm për një pastrim kanali. Gjithmonë bie shi këtu, po si vjet nuk është pastruar, po bë viti 3 që nuk është pastruar kanali. Mund ta shikoni dhe vetë aty jashtë, nuk është vëndor fare. Përmbytje të tillë keni hasur gjatë këtyre viteve apo asnjëherë si kjo? Kemi hasur para 10 viteve dhe prap një përmbytje të tillë, edhe atëherë na u bë goxha dëm.
Po më vonë pastaj filluan po pastroheshin kanalet, po këtë herën e fundit po them ka 3 vjet që nuk është pastruar kanali aty. Do ta shikoni vetë, është i mbuluar me ferra, me e gjithë ujë ç'a vin bashkë me mbeturin ata nga fshati, është përmbytur gjithë toka dhe siç e shikoni vetë, gjithë ky dëm është bërë. Çfarë kërkoni sot? Po nuk e di si funksionon, thash herën e parë nuk na u dëmshpërblye asnjë gjë. Besoj duhet të ketë një fond Ministria e Bujqësisë, Bashkia nuk e di që të na shpërblehet gjithë mundi që kemi hedhur këtu. Ekonomia juaj varet vetëm. Po gjithçka ja e shikoni vetë këtu nuk mund të punosh më tani. Ta ngresh veten, të fillosh edhe një biznes nga fillimi. Nuk është fatkeqësi natyrore, është nga neglizhenca për të pastruar kanalet kulluese.